Çekurdev, mirëmbrëma. Flavia Çekurdev, mirëmbrëma. Çekurdev, përgëdas. Është vërtet kënaqësi të jesh sonte me ne dhe të ndash krimca nga jeta jote. Dhe kur e kam njohur Flavin e kam parë gjithmonë në fakt duke qeshur. Dhe them drejtën do doja unë s'pari dhe pastaj gjithë ato që na gjet të njihnim dhe dëgjonim më tepër rreth teje. Dhe doja të pyesja s'pari si nisi rruga jote, si u gjente në rrugën e Baktit? Bargadas, unë jam shumë e lumtur që sot kam mundësinë që të ndaj historinë time në rrugën e Baktit. Ti sapo e bëre një hyrje duke thënë që më ke parë gjithmonë të qeshur, por pas asaj buzëqeshjes ka pasur edhe mundim, trishtim edhe mendime pafund dhe vështirësi brenda. Si gjithë. Si gjithë në fakt. Unë e kam nisur rrugën e Baktit 2 vite më parë. Kisha rreth 1 viti që isha fokusuar drejt përmirësimit të vetes time dhe ndryshimit të disa sjelljeve për të lehtësuar pikërisht ato që më mundonte, që ishin trishtim, situata të ndryshme. Shumë thjesht me një mikeshën time, e cila ishte dhe kolega ime në atë kohë, e studiuar dhe për psikologji. Ajo tentoi shumë që të më qëndronte afër dhe të më suportonte në pjesën që unë kisha nevojë. Të kishim filluar bënim disa gjëra elementare, do ta quaja, të cilat më shërbenin për të shkarkuar pikërisht ato energji jo të mira, të cilat më trishtonin dhe më mundonin kaq shumë. Ajo pas 1 viti që kishim këto biseda së bashku, më ftoi për një rreth home chanting, e cila është një nga teknikat e Baktit. Edhe unë pranova me njëherë, kisha kuriozitet, pasi edhe ajo po më fliste shumë mirë për të. Dhe përpara se të niseshim për të vajtur tek kjo seancë meditimi, diçka më pengoi dhe thash, shiko, unë nuk mundem të vi sepse kam shumë siklet. Mund të jetë dikush aty që e njoh, edhe kjo ma bëri edhe më të vështirë të ndaja për veten time, dhe nuk vajta. Shumë pak e ditë më pas, një kolegu im më rifton, pasi unë isha goxha e trishtuar për shkak se një ndodhi në shoqërinë tonë të fëmijërisë ndodhi dhe ne humbëm një nga mikeshat tona të prej shumë vitesh në grupit, edhe padyshim që ishte një shok shumë i madh për të gjitha vajzat e miqësisë. Dhe në momentin që ai më thot bashko në një meditim home chanting dhe ja dedikojmë mikeshës tënde për të qetësuar shpirtin, superova pjesën e kompleksit që kisha për të ndarë ndjesit e mia në një grup dhe ju bashkova 2 ditë më pas teknikës. Me njëherë ndjeva relaksimin e trupit, çlirimin, atë natë madje dhe fjeta gjumë pasi kisha disa net që nuk po flija dot. Dhe brenda asaj nate, në fakt, ishte shumë e fortë, pasi dikush nga pjesa e komunitetit të ndjeu se duhet prezantonte me mua në mënyrë shumë të shpejtë mjeshtrin. Dhe duke më prezantuar mjeshtrin, më ftoi dhe për një event që bëhej në Holland dhe më thot nëse kisha dëshirë t'i bashkohesha grupit për të takuar. Unë nuk e mendova 2 herë, më duk sikur që diçka normale për mua, as pak e panjohur, dhe i them që po do vi dhe isha dhe personi i parë që preva biletën nga grupi, pra ato më ftuan, unë preva para biletit që nuk e kisha iden fare se çfarë do bëja dhe ku do shkoja. Vendosa pas kësaj me njëherë që mos të hulumtoja në internet dhe ta lija veten të lirë për të përjetuar eksperiencën dhe për të orientuar vetëm nga ndjesitë e mia. Pra mos të dëgjoja askënd, mos të lexoja asnjë gjë dhe në varësi të asaj që do përjetoja, atëherë do të merrja një vendim për të vazhduar rrugën. Pastaj me njëherë ndodhi që koha kaloi shumë shpejt. Erdhi momenti që duhet të lëviznim dhe të venim për të takuar gurun ton, edhe unë u futa në ambient,
Atmosfera ishte shumë e bukur, kishte shumë njerëz të cilët vetëm gëzonin, ishin të lumtur sepse do takonin gurun e tyre. Dhe këndoja, kërceja, ishte një ambient i cili nuk më vuri as pak në siklet, po ishte një ambient i cili më ofroi shumë komoditet dhe u çlirova gjithë kohës, ndjesha sa më shumë kalonte aq dhe më çliret ndjesha. Pas disa orësh që pritëm edhe radhët e shonda, sepse ishin diku të 3000 veta në atë event, takova mjeshtrin. Shikimi i tij në sy ishte shumë domethënës për mua, më hapi një rrugë të zemrës të cilën nuk e kisha ndeshur më parë, u mbusha me frymë, u mbusha me dashuri. Isha shumë emocionuar dhe nuk është se arrija dot të vija një emër të gjithë kësaj ndjesie që po përjetoja. Më pas erdhi çdo gjë natyrshëm që të kisha atë energjinë të shikoja gjërat me pozitivitet, po kjo është pjesë e rrugës e cila ka vazhduar edhe sot, nuk është se ka ndryshuar entuziazmi tani. Me atë çfarë po ndaje, sidomos në fillim përpara se të fillojë dhe kontakti me shoqen tënde dhe ajo çfarë ajo të ofroi. Dhe po shpreje që jeta jote nënkuptonte që diçka ishte duke u munguar, po kur e shpreh në formën e trishtimit, çfarë gjete që po të mungonte? Domethënë, çfarë ndodhi tek ajo çfarë po përjetoi, momentin që takove mjeshtrin, momentin që takove njerëzit tjerë që ishin në këtë rrugë, çfarë filloi të ndryshonte, çfarë fillove të shohësh në jetën tënde? Në momentin e parë që kam qenë në atë event, unë ndjeva si ishte për mua ishte hera e parë që ndjeja që t'isha e pranuar 100%. Dhe jo më me pjesë, sikurse ndodh në shoqërinë, pasi njerëzit gjithmonë kanë natyrën që të vënë disa kushte për të qenë pjesë e tyre. Dhe duke u ndjerë shumë e pranuar, më ndryshoi, isha në një fazë, më do ta them këtë paraqita sepse kjo ka qenë një nga gjërat më të rëndësishme për mua. Isha në një fazë në të cilën po tentoja shumë që të ndryshoja karakterin tim dhe qasjet e mia ndaj njerëzve, por nuk po e bëja. Po thua përpara, përpara. Nuk po e bëja këtë duke dashur veten më shumë, po e bëja në formë shumë strikte dhe duke I thënë vetes se ti duhet të bësh këtë sjellje, duhet të bësh të sjellje, duhet të bësh të sjellje, duhet të bësh të sjellje, vetëm për të mos u lënduar dhe për mos të përjetuar të gjithë atë trishtimin apo nuk e di, ndjesitë jo pozitive që vinin nga një sjellje dikujt tjetër. Dhe në momentin e parë që unë kam takuar mjeshtrin, ai të thuash pranova veten dhe nga ai moment nuk di ta përshkruaj me fjalë pjesën se si erdhën gjërat. Di të them vetëm që vendosa nga ai moment që nuk duhet të ndryshoja unë në mënyrë kaq strikte, sepse bashkë me të mirat dhe të këqijat që unë kisha, duhet të pranoja së pari unë veten dhe më pas njerëzit të më pranonin mua. Pra gjëja parë kuptove që nuk është rreth të ndryshosh çfarë njerëzit kërkojnë, por më tepër duhet të pranosh veten. Pikërisht. Kjo ishte ai momenti që më dha forcën, më pas rruga nuk është e thjeshtë për askënd, sikurse ne e dim. Ka shumë informacion të cilin duhet ta marrësh, ka gjëra që duhet të ndiqen për të përmirësuar, ka mësime të cilat duhet t'i vësh në praktik në jetën tënde të përditshme për të parë ato ndryshime të cilat çdo njeri duhet t'i bëj për të përmirësuar, për të lehtësuar jetën e tij. Nuk ka qenë e thjeshtë në këto 2 vite, por mendoj që kur kthej kokën pas dhe shoh ndryshimet, jam vërtet shumë e lumtur dhe tek mjeshtri im gjeta ato që mendoj kanë gjetur dhe të tjerë si puna ime, gjeta orientimin edhe forcën për të përmirësuar, pranuar veten dhe ti shkoja mes për mes problemit, jo anash, mes për mes për të dalë pikërisht në ato që unë jam sot. Dhe si ishte më pas, Flavia, momentin e takove, domethënë gjithë të që, sepse më kujtohet gjithnjë kur unë e takova për herë të parë dhe kur gjej histori tjera. Por si ishte më pas? Domethënë të nesmen, ditë më pas, sepse patjetër duhet të ktheheshe në Shqipëri, të vazhdoje punën, jetën që kishte. Si ishte më pas jeta jote? Kur u ktheva, kisha një entuziazëm I cili më kishte ngritur
zemrën pesh edhe nuk doja të prisja për asnjë gjë tjetër përveç ti. Dhe po i prezantoja të gjithë njerëzve që më rrethonin që kam qenë këtu, kam bërë këtë eksperiencë, ishte shumë e bukur dhe ajo që më bën më shumë përshtypje mua ishte fakti që në ditët që takova mjeshtrin dhe ditët që vijuan më pas, nuk isha në gjendje që të mendoja për asnjë gjë tjetër. Pra, mu boshatis mendja nga mendimet, se ne kemi si vezë do thoja që gjithmonë duam ta mbajmë mendjen të zënë dhe të mendojmë që po mami, po babi çfarë po bën, po vllai çfarë po bën, po kjo, po ajo, po kjo, po ajo, dhe kjo vetvetiu të ndikon dhe të jep shumë stres përgjatë gjithë ditës. Ndërkohë që unë kur u ktheva nga ai takim isha nuk doja të ndija asnjë gjë, dhe thjesht këndoja, kërceja dhe isha shumë e lumtur. Dhe më ka shijuar jashtë mase shumë, sepse kisha vërtet shumë vite që se kisha përjetuar ato ndjesi dhe më duk vetja pikërisht si një vajzë 35 vjeç e cila s'kishte asnjë lloj përgjegjësie. Edhe ishte një javë shumë e lezetshme për mua. Më pas pastaj Pargadas, kur përjeton këto ndjesi ti shkon rend që ti përjetosh sërish dhe unë nuk jam dalur që nga ai moment. Entuziazmi im për ta ndarë këtë histori me tavolina të ndryshme ka rënë, por nuk ka rënë për faktin sepse më ka humbur mua entuziazmi, por sepse më duhet të bëj pak më shumë kujdes për të ndarë historinë, pasi jo të gjithë njerëzit e pranojnë. Si ishte reagimi i njerëzve, sidomos i njerëzve që janë shumë afër nesh, dhe miqve tuaj të afërm që ke ndarë atë shumë kohë me ta dhe gjithashtu familjes tënde. Si ishte reagimi i tyre i parë kur panë që stili jot i jetës ngadalë po ndryshonte, domethënë shumë gjëra po i lije dhe disa gjëra tjera po i bëj pjesë jetës tënde. Shumë prej tyre ishin shumë të habitur. Në fakt unë kur vajta në shtëpi dhe i thash mamos time që unë që nga ky moment nuk dua që të bësh asnjë gjellë zëtimin me mish, me peshka apo me vezë, ajo u çudit edhe ta çfarë po ndodh, sepse unë ende nuk i kisha takuar mjeshtrin edhe nuk se kisha diçka për t'i treguar dhe asaj. Të dy bashkë me babin ishin shumë të habitur. Përgjithsisht mua prindrit nuk më kanë imponuar asnjë gjë dhe nuk kanë qenë asnjëherë pengesë në gjithçka kam dashur të bëj që e vogël, dhe për këtë jam shumë mirënjohëse sepse kanë bërë më të mirën e tyre për mua. Pastaj në rrjetin shoqëror kishte reagime të shumta, sepse kanë ndikuar dhe fakti që unë bëja postime në rrjetet sociale me veshje hinduiste që është sari, në një ambient siç ishte tempulli i cili ishte totalisht i panjohur për ta. Edhe themi që njihet shumë pak hinduizmi dhe të pasurit të një mjeshtër në Shqipëri dhe kishte nga ata që po më kritikonin çfarë po bën, pse po shkon kaq shpesh për të takuar një person, ti ke çdo gjë në dorë vet. Dhe kishte edhe nga ata që po më përkrahin dhe më thoshin që gjithçka që të bën të ndihesh mirë ty është shumë mirë edhe për ne. Dikush ka ardhur dhe është bashkuar për të takuar mjeshtrin, dikush nuk ka dëshirë as të dëgjoj, po për mua çdo gjë është okay, asnjëri nuk është i detyruar që të bëjë të njëjtën gjë si unë. Por unë do qëndroj padyshim me njerëzit që mua më pranojnë. Për këtë që jam. Çfarë filloi të ndryshonte në stilin tënd të jetës, domethënë hapat e parë dhe pastaj ngadalë. Unë do thoja që përpara se të takoja edhe mjeshtrin 2 javë më përpara dhe 2 javë pas seancës së parë të meditimit Om Chanting, në mënyrë të mirënjohshme unë vendosa që do të lija konsumin e mishit. Do të lija konsumin. Po, më erdhi natyrshëm, në fakt, nuk u detyrova asnjëherë. Në fakt, ishte e nevojshme që të kisha një shtys, pasi dhe më përpara nuk është se kam qenë në një person që e kisha vakt të preferuar, më krijonte shumë shqetësim në stomak, por nuk e kisha kuptuar që thjesht duhet ta shmangja përfundimisht këtë gjë. Dhe kur dëgjova që në rrugën e Baktit pjesa e mishit nuk konsumohej për shumë arsye,
Atëherë e gjeta veten më një herë dhe mora masa që në atë moment. Do ta nis që nga gjërat elementare që kanë ndryshuar tek unë. Të dalat e mia janë shumë më të rralla, por më cilësore, pasi takoj njerëz që janë vërtet të rëndësishëm për mua dhe njerëz që më kanë pranuar me të gjitha mirët edhe të këqijat që unë kam. Kam eliminuar konsumin e alkoolit, qoftë kjo për pjesën e rrugës, qoftë kjo edhe për shëndetin, mirëqenien e trupit. U fokusova më shumë te vetja, u bëra pjesë e grupit muzikës, më pëlqente rruga e bakt tek unë rizgjoi edhe një herë atë dashurinë dhe pasionet të cilat I kisha që në fëmijëri, siç ishte muzika edhe piktura. Pra fillova të dedikoja më shumë kohë vetes time të vogël, vetes time të rritur. Dhe koha për mua tani është bërë më e shenjtë, nuk është më në dispozicion të gjithë njerëzve që më telefonojnë. Kam mësuar të them jo. E kam shumë më të thjeshtë, pas 2 vitesh e kam pak më të thjeshtë, se në fillim nuk ishte kaq e thjeshtë. Dhe mendoj që kohën që kaloj me veten e kam bërë prioritare. Patjetër edhe me familjen dhe me miqtë e mi, por koha me veten është më e rëndësishme. Kur dëgjon dhe kur je në kontakt me atë çfarë Gurgjia, pra mjeshtri jonë mëson, çfarë të bëri përshtypje së pari ku shef gjithë edukimin tënd, shef mënyrën se si familja na ka edukuar, se si tendenca e shoqërisë është, çfarë pe ndryshe që të bëri përshtypje gjëja pa që të bëri përshtypje? Po themi më tepër tek mësimet e tij se sa thjesht kontakti të pari. Tani mësimet e Gurgjis janë të orientuara me të gjitha drejt të bërit të gjithçkaje që të rrethon me dashuri. Dhe unë e thash te pak më përpara Bargadas, si për mua dashuria ka qenë gjithmonë ai highlighti I cili mendoj që mund të bënte ndryshime të mëdha jo vetëm te njerëzit, por në gjithë botën. Dhe duke parë që mesazhet e dashurisë ka qenë në çdo mësim që ai jep, kjo është ajo që mua më lidhi me këtë rrugë, sepse unë kisha kërkuar për këtë gjë që në fëmijëri. Dhe kur ti e gjen, nuk ke se si ta lëshosh. Pastaj padyshim që mësimet janë edhe më tej se sa kaq, por ajo që mua më lidhi ka qenë pikërisht të bërit të çdo gjëje me dashuri dhe përkushtim. Dhe më pas, çdo gjë tjetër lëre të rrjedh dhe të shkoj ashtu siç është, siç e ka rrugtimin. Ti bëje me dashuri, pastaj konkluzioni do jetë ai që është I shkruar që të jetë. Dhe ajo që kam menduar gjithmonë është që sado të përpiqemi ne, e bëjmë me dashuri, e bëjmë me inat, e bëjmë me ego, e bëjmë, nuk e di, e bëjmë për inerci, konkluzioni është po njëjti. Dhe kur I bën gjërat me shumë dashuri, dhe kur I bën gjërat me shumë ego, konkluzioni është gjithmonë I njëjti. Dhe pse duhet të nervozohemi apo të bëjmë gjëra me inat, ndërkohë që e bëjmë me dashuri dhe kjo gjëja kalon edhe më thjesht. Tani që po ndahen, pra kuptove sa rëndësishme është prezenca e dashurisë në jetën tënde, në gjithçka që bën dhe gjithçka që jeton. Por të donim, domethënë, cila ishte vështirësia që të shoqëron? Domethënë, cila është vështirësia që të shoqëron për gjatë rrugës? Po flas për Flavien. Vështirësitë janë të shumta në fakt Bargadas, ti ke kaluar dhe vet, po secili ka vetë ndryshme në të njëjtën kohë. Së pari që të duash të përmirësosh diçka që ti e ke kuptuar tek vetja, duhet të kalosh nëpërmjet problemit. Dhe është shumë e vështirë të dalësh në konkluzionin nga analiza se diçka duhet të ndryshosh te vetja jote. Dhe kjo mendoj që ka qenë sfida më e madhe dhe nuk do thoja në vitin e parë, po vitin e dytë, I cili u mbyll, ka qenë vërtet I vështirë për mua sepse më është dashur realisht që të shkoj përtej problemeve karakteriale ose ndjesive të cilat nuk I doja më, duhet të kaloja dhe një herë mes tyre
për t'i lëshuar një herë e mirë dhe për të përpjekur për t'i lënë pas çdo gjë. Kjo ka qenë një nga vështirësitë më të mëdha. Pastaj është e vështirë pasi ti je në kontakt me të gjithë njerëzit të cilët nuk kanë të njëjtë rrugë me ty. Dhe hera herës mund të kesh dëshirë që të bësh të njëjtën gjë si ata. Pra, të konsumosh edhe alkoolin, të konsumosh edhe mishin, është ngacmuese, çdo gjë është ngacmuese në të përditshme. Je në sfidë çdo ditë me ndjesitë. Pastaj në mësimet e gurgjisë ai na thotë që ruaj qetësinë, be kind, be polite, duhet të jemi që të japim një shembull shumë të mirë dhe kjo është një nga vështirësitë e tjera, sepse ti jo gjithmonë e ke në kontroll reagimin tënd. Dhe ka momente që nervozohesh, kthehesh pas, do doje që mos ta kishe bërë. Dhe është sfidë, në të përditshme është sfidë, pasi të duhet që përpara se të reagosh, të thuash një fjalë jo të mirë për dikë, ose të paragjykosh, do ta ndalosh veten tënde. Dhe ta mendosh të marrësh frymë, të mendosh që nuk duhet ta bësh, të shkosh tek realiteti që ai të mëson, tek të bërit mirë. Është një sfidë e përditshme. Këto i kam ndeshur, nuk mendoj që kam qenë perfekte, pasi njerëzit të tillë janë dhe kanë ndikime në të përditshme, po mendoj që procesi më i vështirë ka qenë ai të kaluarit pikërisht në ato mes për mes në ndjesitë dhe problemet karakteriale që unë kisha evidentuar që i kisha. Mësuesi jonë gjithmonë thotë që ne duam gjithmonë të ndryshojmë njerëzit përreth, duam të ndryshojmë botën dhe në fakt ajo çfarë do të ndryshojmë do të ndryshojmë ne. Dhe është ajo çfarë ti po thua, kur ne ndryshojmë atëherë njerëzit janë inteligjent dhe shohin që ka diçka mbas këtij personi. Dhe atëherë do jetë më lehtë. Pra shembulli kuptojmë që është mënyra më mirë nëse vërtet duam ta ndihmojmë dikë, sepse fundja ne jemi inspiruar nga shembujt. Unë çdo ditë jetës time kur shoh njerëz përreth, kur shoh sa dedikuar janë dhe kur shoh buzëqeshje, siç ta e nisa kur unë po themi kur kam parë ty dhe shoh njerëz që qeshin, sepse unë përgjithsisht kam qenë gjithmonë njerëz serioz së jashtëmi, është diçka që më inspiron. Dhe është vërtet, kjo është mënyra më mirë, por që mënyrë që ne të bëhemi një shembull është ajo që ti po thua, po ndan që duhet ndryshojmë veten tonë së pari. Ke diçka Flavia që do doje ta ndash, ndoshta me miqtë tuaj që ke kohë, s'të është dhënë mundësia që të flasësh ndoshta, ose me njerëzit që duan të dëgjojnë diçka. Ke diçka që të vjen nga zemra, nga eksperjenca jote që do të përpos këtyre që ndave? Një nga gjërat të cilat kanë ndryshuar shumë përgjatë këtyre 2 viteve tek unë ka qenë edhe të thënit, të kuptuarit të emocioneve të mia dhe duke të elaboruarit të tyre në mënyrë shumë të qartë. Dhe ajo të cilën do t'i thoja unë të gjithë, jo vetëm miqve, po edhe kujdo tjetër, është që mos u ndalni asnjëherë të kërkoni përmirësimi nga vetja juaj dhe gjithmonë niseni nga vetja dhe asnjëherë nga të tjerë. Atëherë Flavia, ne sigurisht do të takohemi sërish, siç e the dhe vet, rruga jeta vazhdon dhe do kemi sërish mundësinë që dëgjojmë rreth Flavias dhe se si jeta e Flavias po themi do vazhdoj dhe çfarë Flavia do na sjelli nga eksperjenca nga jeta e saj. Ishte vërtet kënaqësi, uroj që të kem bërë pyetjet dhe nëpërmjet pyetjeve të kesh sjell atë çfarë vërtet nëpërmjet eksperiencës tonë dhe ne mundet të mësojmë dhe pse jo ta bëjmë pjesë të jetës tonë nëse vërtet sjell ndryshim në jetën tonë. Gjegure, Flavia? Vargadas, shumë faleminderit. Unë të pash shumë të relaksuar ty sot dhe veten shumë të emocionuar. Të gjithë këto do të ta kthejmë mbrapsht. Faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit. Gjegure.